Një Ramazan civilizues i ka 3 kushte themelore: me kontrollu veten, mos me i bo kërkuj dam, edhe maksimalisht me bo mirë, me vepru mirë. Baza e qëti Ramazanit civilizues, qëti Ramazanit me sjellje, do më thonë, të qytetruar dhe me sjellje civilizuese, i ka 2 baza në fe. Bazën e parë ka në Koran: o ju që keni besu, juve është bërë obligim agjerimi, si që ishte obligim edhe për ata që ishin para jush, në mënyrë që të bëheni të devotshëm. Edhe baza e dytë e Ramazanit civilizues është thonja e Muhamedit a.s. kur e ka përshkru gjendjen psikologjike të agjerusit. Kur ka fol pejgamberi qysh do këtë një agjerus gjatë ditës, ka thonë Muhamedi a.s. Kur një besimtar ngritet agjerushëm, e fillon ditën me agjerim, edhe ndërkohë përzihet me njerëz, edhe dikush mundet me fy, dikush mundet me pas sjellje jo korrekte ndaj tij, ai nuk e kthen sjelljen e keqe me sjellje të keqe, sepse ai ka një përgjigje. Ai është të bon një ritual, është në adhurim. Përgjigja e tij e vetme është unë jam agjerushëm. Do më thonë, një Ramazan i cili reflekton në sjellje, reflekton në qytetari, reflekton në kulturë, në mirësjellje, në korrektësi ndaj tjerëve. Çto janë 2 baza për me ndërtu na konceptin e një Ramazani civilizues. Një Ramazani që mëson muslimanin maksimalisht me ka një qytetrum, me ka një but, me pas mirësjellje, me qenë korrekt, do më thonë, mos me qenë i vrajsh, mos me qenë i egër, mos me qenë ofendus, e kështu me radhë.